Kapitulli. Kryet zbulon mendjen e dikujt, zhduket hija e bukurisë. Çfarë e bën një njeri vërtet tërheqës nuk është fytyra, por mënyra si mendon dhe si sheh botën. Në fillim mund të tërheqë një buzëqeshje, një zë i ngrohtë, apo një mënyrë unike e të sjellurit. Por pastaj, kur nis të dëgjosh, të kuptosh, të shohësh përtej sipërfaqes, fillon të kuptosh se bukuria e vërtet ose forcohet, ose shembet. Ka njerëz që, sa po hapin gojen, fillojnë të zbulojnë një univers të vogël brenda tyre. Dhe nganjëherë, ajo që zbulohet është zhgënjyese. Mendje të ngushta, paragjykime, urrëtie e fshehur pas buzëqeshjeve të kota. Papritur, bukuria e tyre humbet, sepse mënyra si mendojnë, si shohin botën dhe të tjerët, është e errët dhe e ftohtë. Është e çuditshme si dikush që të dukej kaq tërheqës, vetëm pak orë më parë, tani të duket bosh. Jo sepse ka ndryshuar pamja, por sepse është zbuluar mendja. Sepse mendja është fytyra e dytë e njeriut dhe ndoshta më e rëndësishmja. Mendimet, bindjet, mënyra si e trajton jetën, si flet për të tjerët, si përballon vështirësitë, janë ato që tregojnë nëse një njeri është vërtet i bukur, apo thjesht një ambalazh i zbrazët. Të kuptosh këtë të ndihmon të mos biesh më në grackën e pamjes. Të tërheq dikush që ka mendje të hapur, që flet me zemër, që nuk gjykon, që shikon përtej vetes. Të josh sinqeriteti, mendimi i thellë, një botëkuptim që të pasuron edhe ty. Sepse e vërteta është kjo, tërheqja e jashtme ka jetë të shkurtër. Bukuria që vjen nga mendja, nga shpirti, është ajo që qëndron. Ajo që lë gjurmë. Ajo që të bën të ndihesh mirë kur je pranë dikujt. Mos u mashtro nga sy. Dëgjo. Shiko si mendon dikush. Si reagon. Si flet për të tjerët. Si e sheh botën. Aty fshihet bukuria e vërtetë. Thënie. Një mendje e bukur mund ta ndriçojë edhe fytyrën më të zakonshme. Një mendje e errët mund ta zbeth edhe bukurinë më të rrallë. Mbyllje kapitulli. Kur kupton që mënyra si dikush mendon është e errët, e ngurtë, e pamëshirshme, kupton që asnjë pamje e bukur nuk mund ta mbulojë këtë. Është e rëndësishme të zgjedhësh të jesh pranë njerëzve që mendojnë me zemër të hapur, që respektojnë, që kuptojnë, që rriten. Sepse bukuria e vërtetë nuk është ajo që sheh, por ajo që ndjen pranë dikujt. Aty ku fjala është e ngrohtë, mendja e ndriçuar dhe shpirti i pastër, aty lind tërheqja që nuk shuhet. Zgjidh njerëz që ndriçojnë nga brenda. Dhe mos harro, mënyra si dikush mendon mund të jetë ose arsyeja pse e do, ose arsyeja pse largohesh. Dhe kjo flet më shumë se çdo pamje.